që kjo video shkon veç për diasporën që do me udhëtu tash për prej datës 21 dhjetore tutje për Kosovë. Nëse jeni të udhëtu, planifikoni kohë të mjaftueshme për kthimin tuaj në vendin ku keni mu kthy. Nëse ju duket klan Kosova dhe pse do t'ishte gabim me menu që një televizare mundet me rajtë që pa dione, veç pse ka një emën ku ta dione, që shkojnë atë tjetri. Pra, do t'ket borë shumë, rreshje, -20 gradë. Dhe kjo potencialisht e bën pastaj që mos me pas mundësin, nuk e di me çka udhëtoni me vetura apo me avion, po a realizohen flutyrimet, a mundeni mu kthy në kohë e kështu me radhë. Pra, planifikoni ditë të mjaftueshme për kthimin tuaj në vendet ku ju jetoni në diasporë, Gjermani, Austri, Zvicër, Francë, Itali, Suedi, kudo që jetoni, sepse nuk i dihet kur, kjo është punë e Zotit, na nuk e dim, por nëse ndodh, do të bëhet shumë e vështirë, prandaj planifikoni kohë të mjaftueshme.